Faleminderit shumë që e pranove këtë ftesën që më erdhe kështu të më bësh shpatullën time. Ti s'e mësuar ti shpatull, po përveç se kur ishte te goca dhe gra. Ishte shpatulla të njëra tjetrës. Absolutisht. Shpatulla gjoksi njëra tjetrës. Absolutisht. Greshore e madhe ishte ai emision. Çfarë kishte ti vetë? Me Arminën. Armina aty ishte para se të shëndoshej. Pa. Më se të ta presim se e di që e ke shoqe. Jo, mos e prit, s'ka problem. Jo, Armina është cool fare. Qesh, do të të qa natën, po qesh kështu, publikisht. E mo, po qani fshin me lek. Okej, qofshim nga shtu dhe tërë, qofshim nga të dhimbje. Je në vendin e Meglit aty. Po. Megli në fakt nuk është e uzu me Marcelin, po e hoqja se më talli në shkuar. Më bëri të merri madho. Merri madho. Po më imitonte mua, si nga që jam nga Pogradeci dhe them të merri madho. S'mbati vetëm aq. S'mbaj fare, kështu që ti ka dhënë fjalët kyçe që do thuash Melisa? Ja, diçka për sponsorat? Do thosh, jo, i bukur, jo, vetëm për mua. Për ty, penizimi i madh në rrugën Peti. Absolutisht. Ashtu, jo, desha të them diçka, por nuk duhet keq. Nëse tenton të më tallësh? Jo, kishte lidhje me se si punsojmë neve, se vazhdo fjalë. Unë kam bërë një monolog të vogël atëherë në fillim, po ti ma falë. Do të riheshtur. Do të rishe, jo, dua të flasësh shumë, po ato fjalë duhet i thuash her pas here. Për shembull, thua o bukurosh her pas here, ku diu. Gjatë monologut. Kur të flas, shko monolog, jo monolog, do bëj dialog me mua. Si duken këto fake news, edhe ti ke qenë kështu pjesë e disa nga këtyre. Çfarë tha ai kaloi Bi Jones, çfarë tha për ty? Oha. Shiko, ora ishte njëri, nuk e di se çka ka, është ky, se tash ky është personazh publik edhe ky tregon hallet e veta. Biles du ta ftojnë në emision. Jo, po të tregoj Edrimeksi i MCN-s, po. Se di kishte postuar një gjë që duket që ai ose kishte bërë ose kishte postuar një gjë që u luaj kazino, dhe ishte portreti një gruaje, aty u mërzita. Janë për disa gra që qarkullojnë, e ditin. Po ishte një gruaje e cila është në çdo foto, po ta vësh në Google, ajo del gjithandej kur ka lajme kazinosh në Australi apo në ashtu. Edhe kishte vënë mua kisha flokët bjonde ndërkohë. Por normalisht një trup është 70 vjeçare, po i kishte vënë. Dhe duket që kishte nxjerrë ky se mua. Unë nuk e ndjek të njeriu, po ma çuan shumë veta. Dhe ky qendër ka shumë i mërzitur sepse Anabeli, ndërkohë që unë isha te Andele, kishte nxjerrë një deklaratë Rudina, jo të Delinda Dishës, më duket për rrogat. Edhe ky ishte kundërpërgjigjur me këtë gjë që unë luaj Bi Jones, që unë ua, sa i po, ulët. Dhe e forta fare di çfarë ishte. Mi që unë luaj Bi Jones Casino. E forta ishte që unë kisha dalë tash tek emisioni im, te Dalina Show, dhe ishte një klip aty dhe poshtë dikush i komentuar. E më që dëgjojnë këtë se kjo ludhe Bi Jones. Në vërtet, ma? Po, tash i hëngra unë, po një pjesë tjetër. Unë duhet të njohur ty, do kisha besuar shumë lloj vesesh përveç Bi Jonesit. Ti flesh shpejt, njëherë nuk e duhet të rrish tërkohën atje. Unë kam qenë në kazino disa herë, është atmosferë shumë e bukur, është një fantastike. E luajtur? Po unë luaj me 2000 lekë. Kam qenë një herë me do të luam Bi Jones. U kthye intervista anulluar me. Unë kam qenë një herë me dikë që luante Bi Jones. Edhe ishte era ime e parë. Njeriu luante Bi Jones, luante. Ti është Bi luante. Ka shumë vite kjo gjëja. Dhe unë ula dhe më dolën 3 shtata, edhe fitova direkt 1000 euro. Çfarë thua? Po ishte kështu fati budallajt. I more i falë, se je pasur. Jo, po shiko çfarë ndodh atë që luan Bi Jones. Më dolën mua, thashë 1000 euro. I thash ati gëzo, do të marr 1000 euro. Shumë mirë, tash i fusim këtu. I humbi për 30 sekonda kanë humbur. Fillojmë kështu edhe me këto beslytni që ta uti pas ke fat, filloj me këmbë lepuri, me këto gjëra. Unë nëse unë harxoj lekë, por nëse nuk i shoh lekët që janë kpus, apo xhinse, apo ndonjë investim, apo ndonjë kamera, ndonjë gjë, nuk e quaj atë lloj. Unë vdes të humb lek, vdes të. Po qartazi. Qartazi. Po jo të më humbi lekët kështu papritur. Dhe kam fituar edhe një herë tjetër kur po xhiroja Snobin, serialin. Kam qenë te Jeta Casino dhe ka qenë një super staff, i përshëndes. Kam dëshmitar, kanë qenë ato security guard aty, ju po ta them këtë se shumë e bukur kazino, se do dalë që luaj kazino. Por ka qenë ditëlindja ime 6 korrik dhe ne kishim një hap që ishim edhe unë 6 korrik e kam. E dia, se mos e lash ato shumë e di, ne jemi 6 korrik të dy. Do puthemi në fund që ta shesim. Po ti isha Adi dhe unë isha, edhe thash do luaj se ne kishim një hap që xhironim aty Snobin te kazino. Dhe ka qenë një super ditë sepse unë po mendoja numrat. Bra llogaritje ditëlindjen e Gocës nuk mëra. Llogarita ditëlindjen e Gocës tjetër nuk mëra. Tash një sekond, çfarë datë jemi sot, jemi 6 korrik 2021-shit, bra një kështu më doli 9-ta. Edhe I thash mi fut gjithat e 9-ta. Besonte këtë? Dhe fitova 400.000 lekë. Po ke dëshmitar, duhet të kesh dhe Meglin, po. Më ke thënë 2 histori, kush është kjo, nuk e njohim më. Po, është e vërtet. Më ke thënë 2 histori që ke fituar 2 herë. Po, fati fillestare dhe kjo që kisha përqendrim dhe më erdhi 9-ta në kokë. Po më pse po e djegëm këtë, mezi e kam.
Gjithmonë kështu ka qenë, fillon kështu dalë këtu del ky damari këtu. Jam apasionuar. Është edhe seksi kjo që del këtu. Faleminderit. Del një damar këtu te syri dhe ke. Këtë syri nuk e kisha vënë, në përgjithësi më. Po duhet një burr i vërtet që ta vëre. Çfarë bëjmë? A ke qenë gjithmonë kështu edhe kur ke qenë adoleshente? Kështu si. Kritikuese, rebele. Kështu kam qenë. Që flet me kaq pasion edhe për Marksin, për një burr me mikë që ka folur. Po, edhe për një gjell kështu flas me shumë pasion. Edhe nëse do të shpjegoja çfarë gjelle kam bërë dje, kështu do ta shpjegoja me shumë pasion. Çfarë ke bërë gjellë? Ke bërë gjellë? Jo, nuk kam bërë gjell, po kështu nëse do kisha bërë. Nëse do ta kisha bërë. A imagjinoj Mund ta bëj një shembull tani po desha. Do ta bëj një shembull. Do të tregoj si bëhet gjella me mish, edhe me patate. Vetëm ata di. Po marr një shembull burr se gjell nuk di të bëj. Ti nuk di të gatuash, vetëm këtë nuk do ta kisha besuar kurrë. Jo mirë. Kjo pjesa e këtyre religionit, nuk e di, ndonjëherë njerëzit e shkojnë edhe si fetish. Mendoj që ka të bëjë me pushtetin. Më ta thash para që disa vajza më kanë thënë që pornot e tyre të preferuara kanë qenë këto me një prif që ndeshkon. Ma the, por unë mendoj që ka të bëjë më shumë me autoritetin sesa me autoritetin e munguar apo over me autoritetin e ushtruar. Njësoj si vajzat kanë qef burrat që punojnë polic, që punojnë ushtar, që kanë pra një veshje dhe nuk ka lidhje me veshjen, po ka lidhje me autoritetin. Ndërsa roli i infermieres, roli i murgeshës, roli i grave që janë të nënshtruara ka lidhje me patriarkatin. Po ty të pëlqen? Për shembull, je duke bërë seks edhe ai të jep një dy shpulla ose fillon të mbyt. A thua, a do dela feministe apo çfarë po bëj? Shiko, çan pëlqen mua, ças pëlqen mua, ngelet tek dhoma ime e gjumit. Shiko, tani që ti mbytesh, të gjitha duan ti mbytesh. Nuk e di pse është bërë. A sa vite ka kjo se ti duhet i dish më mirë se unë. Çfarë? A kanë patur gjithmonë që gratë i mbytesh? Tani mos sa fillon bën seks me dikë, thotë, më mbyt direkt. Më mbyt baba. Eksperiencat e tua, këto janë eksperiencat e tua, por mund të flasim për seksin në përgjithësi. Dhe pse burrat apo gratë kanë qef her pas here që të përjetojnë seksualitetin e tyre nëpërmjet shfaqjeve të dhunës, e cila duhet të jetë gjithmonë e kontrolluar dhe me një fjalë kyçe. Ç'është kjo BDSM-ja? BDSM-ja është një praktikë në të cilën ka një lojë pushteti. Edhe unë me gruan e bëjmë këtë dhe kemi një fjalë kështu. Si quhet ajo fjalë? Ka një kod, fjalë kyçe, një fjalë kod. Ne kemi një fjalë kyçe që është mos fjalë. Kjo është fjalë kyçe. Ne aty e ndalon çdo gjë. Nuk e di do funksionojë kjo fjalë. Kur jemi aty. Po që duhet të ketë një fjalë kyçe që personi që le të themi është i skllavëruar, është personi i cili ka pushtetin, është personi i cili drejton lojën dhe është personi i cili mund të thotë që të fillojë apo të mbarojë lojën. Kam qenë të dyja rastet. Është qef i madh. Para se martosha. Çka ke ngrënë shpulla apo? Të gjithë kam ngrënë, kam dhënë. Ti cilën preferon më shumë? Se di, nuk e ndaj, do të kam të dyja. Se kam ndarë. E po mirë, ty s'të pëlqen këto të ndryjnë jetën tënde private, kështu që unë po heq të jeni i lidhe për momentin, se e di që je, se ma the çfarë. Kesh informim. Je me ato që kështë qenë. Ç'ke qenë? Okej. Le përshëndesim, vëlla. Je një burr me fat. Mendon se të qenit një grua e fortë dhe e pavarur është thjesht një fazë para se të vijë martesa? Jo, nuk mendoj. Sepse kjo pyetje nuk kupton që unë si grua me këtë do të ngacmoja unë. Statusin tim dhe arritjen time maksimale e shikoj vetëm martesën. Ka që e kanë, ë? Po, ka që e kanë. Gjithë goli është në fund të martuar. Po, ka që e kanë. Dhe zakonisht me një me... Shko, gold diggers. Nuk kam parë, mendoj që gold diggers apo më mirë dhe me ty se fukara. Mendoj që gold diggers më të mëdhenj janë burrat. Wow. Mendoj njëra ata shokët që s'kan shumë lek, si sillen këtij shokët që ka shumë lek. Jo, ka që ja lëpim bythën, ka që nuk ja lëpim, po janë të rezervuar. Pra le të themi që gold diggers më të mëdhenj janë burrat dhe mënyra se si ata i lëpien burrave të tjerë që kanë pushtet edhe kanë lek. Pse unë kam miq që kanë pushtet edhe shumë lek, edhe nuk u lëpiem. Po shikoj siç ka thënë Oscar Wilde, pa lek vetëm mami të do. E po atëherë ja ku i gjetë edhe përgjigjen e pyetjes që ti bëre. Pra, gold digger sa duash. Të mendosh për një marrëdhënie pa pasur parasysh financat e asaj marrëdhënie, do të thotë që ti je naiv. Okej. Se ti e ke zgjedhur me lek burrin, prandaj. Ti sa di? E di unë? E di gabim. Edhe gruaja me burr me lek ka zgjedhur. Se di? Jo, ti është më i pasur prandaj. Po ti se di? Pa e di unë pa lek. Mora e di sa vogël është Tirana? E di gabim. Po pra se unë jam nga Tirana. Pra, ti je nga Erseka, shumë veti në Tiranë. Unë dhe Ledion Liço jemi nga Erseka. Po shumë mirë, ne s'po flasim për Ledionin. Dhe Eroni saj. Do bëjmë një vrit martohu pa lloj. Shiko, unë pyeta ata të tjerët që janë nga Erseka, po ti i di ka shumë mirë dhe mund vjen mirë që Erseka pas ka kaq njerëz me emra të mëdhenj që kanë dhënë një kontribut shumë të shuar dhe shumë të rëndësishëm. Përveç Fanolës dhe Konitës, ata janë dy budallëj. Vjen mirë që edhe ti,
Po ndjek hapat e tyre. Hapat e Rioni Sajt, do bëjmë kryetar i Bashkisë Tersek, zë? Why not? E di që po e mendoj. Ta mendosh, pse jo, kur u bëj, pse mos bësh ti çfarë mungon. Ti ke dhe humor më shumë ndoshta se ai. Çfarë mendojnë burrat shqiptar që duan gratë, po e kanë komplet gabim? Parat. Ti ma the ato që i duan parat, se ty është në i marrëdhënie pa parash. Burrat Burrat shqiptar që dhe mendojnë që e kanë gabim. Burrat shqiptar mendojnë që gratë duan vetëm parat. Ndërkohë, përpos parave duhet ofrojnë dhe diçka tjetër. Burrat shqiptar ofrojnë vetëm parat, kështu që gratë ato marrin. Në momentin që do ofrojnë diçka më shumë, do merren dhe diçka më shumë. Shiko, ka një gjë, roli i burrit të mirë nuk ka ndryshuar në shekuj, sepse roli i burrit të mirë është një burr i cili të siguron para dhe i cili të mbron. Ky rol i burrit të mirë vazhdon të jetë prezent edhe sot. Po kjo duhet jetë. Mirë po, në botën e sotme, në botën moderne, gruaja, ky burr një funksional takohet me një grua multifunksionale. Dhe ky burri që të bëhet pjesë e kësaj jetës së kësaj gruaja multifunksionale, duhet të jap diçka më shumë se bazikja. Pse? Sepse atë rolin si sigurues, si paras dhe si mbrojtës, gruaja e bën vetëni. Pata dhe unë i debat dje me gruan kështu, se nuk isha vidhosur i gjë dhe unë nuk di të vidhos, nuk marr vesh. Edhe më tha këtë. Për çfarë duhesh ti? Për të vidhosur nuk di. Atë tha. Për të gatuar zi. Unë di të gatuar të lajt. Lekë shtëpi nuk sjell. Për të më mbrojt mua mbrojen vet. Tra ti si burr, çfarë kontributi sjell? What do you bring to the table? Ndihesh më e sigurt të dalësh vet apo me i burr natën në orën 2? Ndërkohë që janë një burr ndihet i sigurt kur del natën vetëm në orën 2. Po. Sa di, varet nga burrat. Nuk je i sigurt domethënë të dalësh në orën 2 vet. Varet. Nga ambienti. Nuk je, unë do thoya po drejt. Varet nga ambienti, për shembull, në zonën e bllokut. Ço tani mund ta sugarcoat të Jo, varet nga ambienti. Zona e bllokut Po se zona e bllokut janë gjithë gay, më prandaj. Shumë bukur, shumë bukur. Në zonën e bllokut ndiem me sigurt se ka burra gay dhe se di pse se ka ndriçim. Ti je me i burr, nuk do kishe frikë. Jo, ideja është nuk më duhet një bodyguard që të jetoj në shoqëri. Shoqëria duhet më siguroj që të ndihem e sigurt, jo të më japi një burr që të më mbrojë nga ca burra të tjerë, se ky burri po mbron mua nga ca burra të tjerë. Kështu problemi si jam unë, problemi janë ta burra, të cilat duhet të jenë aktiv dhe duhet të kenë një rol se më mbrojnë mua nga ca burra të tjerë. Kështu që ju burra keni ca probleme që duhet i zgjidhni me njëri tjetrin dhe të na lini re rehat. Të thot një grua të na lini rehat, këto që s'len rehat as kur shikon sa e nisi film kështu. Ja, ngelem këtu. Ju vetëm ju nuk e njihni paqen. Gratë sigurisht gjumi. Ju nuk e njihni paqen. Fare, shiko paqja kushton, që njeriu të ketë paqe. Çdo gjë kushton me gratë. Po, patjetër paqja kushton, se ti të jetosh në paqe, duhet të jetosh në një mjedis i cili të siguron paqe, dhe një mjedis si Shqipëria nuk të siguron paqe. Po ik mo. Dhe institucionet, jo, unë nuk ikin nga Shqipëria sepse do ta ndryshosh Shqipërinë. Patjetër mundem, bashkë me ty. Edhe ti më dukesh sigurt do ta ndryshosh. Po dua, po më lër se po bëj tjetër njerëz sot. Nëse Shqipëria do ishte një kandidat për të dashur, kush do ishte red flagu i tij? Ti palesa ke listën po? Po, Shqipëria ka një flamur që është i gjithë i red flag. Ka të thotë, po kush do ishte një kështu red flag djaloshar për Shqipërinë? Nëse Shqipëria do ishte çun. Kush është red flagu kryesor? Dhuna, shumë e dhunshme. Ke para të kishte një emision në Kosovë, si kishte mo It's My Love me këto takimet. Që i thaj i kam parë. E çikollon duhet. I kam parë. U digja më. Ka qenë të shumë, ka qenë emisioni im trash i preferuar. Edhe imi. Edhe ju thjesht toke një. Dhe shit jam dark. Vazhdon të mendoj që s'do fëmijë? Po shiko, unë në këtë intervistën kur më pyetën për herë të fundit e thash para 3 javësh, tani ti mendon që në 3 javë të fundit unë kam ndryshuar mendje? Nëse kam ndryshuar mendje, mirë që kam diçka që s'shkon. Mos u bëjnë këta njerëz që para 3 javësh, ti mund të shosh mendjen nesër. Këto janë vendime që zgjasin gjithë jetën, nuk ndryshohet. S'të pëlqejnë fëmijët, do mitrën të pasur. Jo, nuk ka lidhje, fëmijët më pëlqejnë shumë. Nuk është e vërtetë. Pëlqejnë shumë fëmijët? Po, kjo do të thonë që më pëlqejnë që ta kem një për vete. Edhe pedofilat, e them. Kjo është shumë e shumtuar kjo gjë që thosë se pedofilia. Pedofilia është e poshtër, unë e urrej. Shpesh kur të vishte stand-upin, do ta shkoj që unë bëj shaka. Shumë pedofilie. Po me qëllim për të kjo ishte pa shije. Po do jenë gjitha në shihet. Nuk do të thënë që nëse ti nuk bën fëmijë, nuk i do fëmijët. Do të thënë që ti mendon që planeti s'ka më nevojë. Do të thënë që ti që ke menduar të mos bësh më fëmijë, e ke menduar aq gjatë edhe gjër. Unë mezi po pres. Shumë mirë dhe e ke parë që ai nuk është roli i jot edhe nuk është një përgjegjësi që ti do të marrësh. Fakti që ti vendos të mos marrësh një përgjegjësi të tillë, do thotë që ti respekton shumë edhe veten tënde dhe fëmijët, dhe ato që mund të ndodhin mbas. Është respekti më i madh
edhe mendimi më i gjatë kur ti vendos mos ta bësh një gjë, sesa kur vendos që kjo gjë duhet bërë. Më mirë se si e vetëm aty shoqëria. Ka një Riki Gervais ka folur për këtë, ka bërë një 60 minutë. E kam shumë të rëndësishme të them që njerëzit që nuk bëjnë fëmijë, nuk i urrejnë fëmijët. Siç kanë qef abortet. Jo, aborti është çështje tjetër. Aborti është një drejtë shëndetësore, nuk ka lidhje. E bën abort? Nuk ka lidhje. Aborti është një drejtë shëndetësore. Në Shqipëri lejohet aborti me ligj? Po, lejohet. Ka probleme me fenë me gjërat? Jo, aborti është pjesë e kushtetutës, është një drejtë e konstitucionale tashmë. Dhe nuk mendoj që në vitin 2000, jo, do ta bëj serioze se këtu janë tema shumë delikate, nuk mund tallesh me tema kaq delikate, më vjen keq. Jo, tani. E di pse nuk mund tallesh me tema kaq. Ti nuk mund të gjykosh humorin për pedofilin, mund të gjykosh pedofilin. No. Tani mos u bëj, nuk e pres nga ty që të gjykosh humorin. No, nuk është humor. Po duhen folur, po duhen folur seriozisht. Ka frikë edhe histeri. Jo, duhen folur seriozisht jo kështu se unë nuk jam as e friksuar dhe për momentin nuk jam as histerike, siç po e shef, kam tonalitetin e zërit shumë të ulët. Ke mirë, po se të qetësova unë prandaj. Ti ke në një lloj sfide që unë tani nuk i bëj gjërat për veten ose për publikun, i bëj gjërat që ti pëlqej Dalinës një herë në jetë. Edhe unë fakt. Unë do ta gjej rrugën drejt saj. Po, në fakt edhe unë vetëm atë kam, rrugën drejt Dalinës. Atëherë ne dy duhet të bashkohemi. Do bashkojmë forcat me Ermalin. Dhe të bëjmë një gjë që ti pëlqej asaj një herë. Shpresojmë të jetë kjo në jetë. A shko, Dalina më ka thënë mua që po s'more kështu 50000 views me Ermalin nuk. Unë besoj kjo do shkojë shumë më shumë. Ashtu? Shiko, atëherë do ta shesim domethënë. Nëse ne bëjmë një gjë që ti pëlqej. Nëse ne bëjmë një gjë që do i pëlqej Dalinës, unë them që në moment ne ta ndërpresim karrierën. Do ta fillojmë. Fillojmë veshim një thes. Më bëjmë kështu asket, çfarë quhen ata? Dalim ecim tukë liçeni me zbathur. Janë ja dy kështu që. Po ti bashkohemi atyre. Ai është grupi që i ka bërë diçka në jetë për Dalinën. E kam jetën. Dalina zemër. Unë nuk doja ta bënim këtë bisedë, po se erdhi data 1 duhet ma rroga Ermal. E kupton. Mirë, shoh, studion ma ka qarë. Nuk është si e jotja. Vallai vetëm për këtë tavolinën kam diçka, po çdo gjë shumë. Edhe publik s'kam, as orkestër nuk kam. Janë ja dy çuna këtu që këndojnë. Fakt pëlqejnë këto çuna se. Marceli, Vini, Niki, Melis. Po, do doja të kishim me dikë që këndojnë. Kemi një çun këtu në Gentin, ai këndon shumë mirë. Është edhe Desi, pa i bie fyellit, nuk është se. Ermal, shiko, unë të kam dikur ty që të shbëlqa, amazë do qaj, isha shumë i vogël edhe di qa urreja, ta them është histori e vërtet. Urreja të laksa, nuk e di kot, jo. Ishte pjesa ju ishe gjithmonë në numër i fundit. Edhe unë isha shumë i vogël edhe mbaj mend që isha kështu po mzinte gjumi, e tha, okay, thjesht do mbështeten pak. Fakt sa vjeç ke qenë në 2003-shin? 9. Oh my god. Unë pas kam rritur me këto. Ke rritur më burr. Ore po ti se pesi tako forse kështu pas. It's okay, sa e lash. Domethënë një nga ndjenjat më të bukura që kam unë, që kam kështu kujtim, është kur domethënë në mëngjes shkuam në shkollë dhe gjithë kemi folur për bitin tënd me Xhimin me Zenunin. Në një orë kemi folur vetëm për atë para se të hynim në klasë. Kush këtë kujtojnë kështu nga këto skeçet e vitra që thotë ndonjëherë, ku diun, të bën një referencë apo. Po, këtë që ke bërë shumë. Emër Zenun, këtë që bëja kështu ose ato Burgaxhin, edhe nga apartamenti Dyslë është krijuar një lloj trendi që i kujtojnë ato vdekjet. Vdekje Qanil. Këto gjërat. Jo, unë të kam ndikur nga ajo deri te 2 sezone sa ishte ti te ku? Te Dyslë. Jo, kam qenë gati apo disa. 2 vjet, 3 vjet. Sa i bie 3 sezone. Një vit me thonë drejtën kam det për respekt të turit. Turin e kisha të mirë para një viti. Ço, do ta themi që ti ishe kryesori i zhbëlçave. Mos besim atë. No. Ti ishe John Lennon i atyre. No. Nuk e pranoj, si që ishte. Po ta them unë. Ermal, ti ishe John Lennon i zhbëlçave. Ai ishte Ami, Yoko Ono, jote edhe ta e po. I kam ata dy budallën tani mjaft. Shiko, në atë parë s'pëlqen këto paralelizma sepse me John Lennon. Ai është një ato fansat. Misi un kam fansat të mi, janë njerëz po janë aty jashtë që besojnë tek energjia e mirë dhe ke rritja. Të çmendur domethënë. Po. Fansat e Ermalit pak shumë kështu si unë. Të gjithë të çmendur jemi nga hiç. Themi të zbëlçat më mirë. Po. Pol. Atë tha gruaja Jiko, se edhe Xhengis Khanit, ajo i tha që 2 deshni, çai i tha kështu nuk funksionon. Jo, po mendoj që për aq kohë sa qëndrova ke grupi ishte mjaftueshëm. Momenti më i mirë për t'u larguar nga një takim është kur biseda është në peak state. Ka një kurb që shkon këtu lëre. Më thënë Ermali thotë gjatë orgazmit ik direkt, le gjysmë për jashtë. Këto shembuj të Denisit janë po e ndjek në një çik
komedin shqiptare këto. Sa është efekt Fermën? Fermën? Po. Do flasim me prate, po do të pyesje për komedin. Ky emision që po bëjmë do jepet në qershor apo vazhdon është në prill? Pse ke kontratë? Jo, po them se a ka marrua Ferma në atë kohë. Do jepet të njëjtën. Transmetoj. Këtë të njëjtë që jemi. Po. Po. Nëse se ndjerim do të Arbana, zemër të lutem në Aler. Ka merr malin këtu. Po ti je skandal fare atje. Në shkuptim. Nuk je mirë. E shikoj je kështu si biorat, ose s'po të paguajnë shumë. Se gjithë të pëlqen, është e vdekur. Nuk e di ku e ke. Ja, ky është një nga rastet kur perceptimi gabon. Është gabuar? Po. Po pse ndonjëherë shikojmë duket budallëk e gjitha. Jo, shikoj, nga ora. Ma kam seriozisht se ke vënë ti. Ti vetë më the pyetje për atë madje. Se unë kisha. Janë sa gjëra që s'u pëlqejnë. Se kam të pyetjet madje, po tani u kujtova që ma tha kjo. E vërteta është janë sa gjëra që nuk pëlqejnë. Nga ato, po jo nga ato që bëjnë produksioni, po nga ato që bëjnë ata fermerët atje. Dhe më tradhton shumë fytyra nga pikpamja. Po je komedian apo je sinqert? Po, edhe nuk mundohem shumë ta mbuloj atë, se mundem. Po një nga gjërat që më bën që po e vuaj shumë të kohë është që po qaj shumë. Po qan atje? Po qaj. Se unë se kam parë. Po. Jo, të betohem. Po atëherë si e ke parë që nuk. Kam parë disa klipe mo që je kështu, që po ça, duke sigurisht le fjalën me sa vaj. Ora kur mfutet kjo Angel për shembull, Angel. Po, Shkira. Po. Kur mfutet them unë, po tash unë do bëj si gratë, se ajo bën si gru. Ja. Nga që është gru. Po. Edhe ashtu duhet bëj. Po, s'duhet bëj si burrat. Ato vetëm duhet lajnë. Po, unë them. E di çfarë po e bëj si burrat. Edhe rri, fol tash. E pra e kam parë je kështu, na lodh. Okay. Oj po me atë mozën merresh ti se s'jam ban njeriu të merret se komentojnë kështu, ai shajni. Po të futesh për shkak unë vetëm unë e godas mozën. E pra. Po. Po çai tha me babain, ja dhjeu keq. Mua më duk kot fare ajo. Po kot. Nena, dije E kështu muhabeti. Moza çfarë tha? Po muhabetet e 93-shit, 93-shin kemi qeshur. Po fare, ajo dhe Gent Azizi më këto batuta. Edhe Genti ma thoti tash mja. Do vi të takoj dikush tani që ti e ke paq për zemër, i vetmi person që ty të ka lënë gojë hapur. Okej. Personi që ti ndoshta mund ta duash, ndoshta edhe më shumë se djalë. Okej. E mirëpresim. Shiko këtë kam sjell. Hajde mo. Po ku je më? Po ku je më normal, ku je? Panajoti më fjalë. A mbamë? Panajoti se ka emocione, ka emocione. A mbamë Panajoti? Po si je më normal? Mbamë vërtet? Ai që të ka një gojë hapur më, do ta vëmë këtu. Jo, vërtet mbamë? Po si s'maj bën kur? A ku se kartë ke trajnimi? Filloj me mashtrimin. Ka kartë ke trajnimi. Po mo? Ua më mbaka mend ora, shiko. Ke qenë trajnimi më? Po, më ka ftuar vet, po. Duhet ta kemë numrin tan Biles. E ka dhe numrin tim, shkoj e mban mend. Shiko, ti ja ke thënë para 3 viteve që ma jep numrin, i ka thënë ajo te veshajt atje, se kam një mundësi për ty, ke thënë para 3 vitesh. Po, tash do ta shiko, se pasi të mbaroj kjo do t'japish si numrin normal se ka një mundësi. E mban mend Denis ju takua para 3 vite dhe thash kam ngelur keq pa. Vetë po prisi are. Shiko, ti kur 3 vite vërtet. E di çfarë të tha ky i ke thënë Panajotit që diçka e mrekullueshme do ndodhi me ty, a me jetën tënde. A ka ndodhur Sa më the atë, vetëm për poshtë. Bravo. Vetëm keq. Po se prisa të mbajë mend. Ne na shkatrove gjithë surprizën. Po, unë mendoj se ishte përgjithshëm. Unë harroj veten, unë bursim mbaj. Ka ardhur ke xhirimet e filmit që po xhiroja unë. Po, sa atje më the të vija, më mashtroj. Vërtet më sa ke thënë. Po që i fshiti Panajot. Jo, atje më mori. Atje më mori që më tha, shiko, unë ta mora numrin, po s'të bëna një gjë thjesht. Atje më bëri surprizën e hidhur. Okej, ti ishte tha që ik. Unë thash thashë kështu, ti bia në një quiz, ti thashë shiko se bashkë kemi bër viral mamaqi. Po çfarë nuk të Jo, arsyeja pse unë të thash që mund të diskutonim ishte që ti të bëhesh pjesë e grupit tim që të shikoj këto pjesë të trajnimit dhe çfarë mund të improvizonim ne që por ti nuk u bëre më gjatë duket. Është grup që bën BDSM. Erdhe ti pastaj te erdhon te trajnimi? Thash normal do flasim tash. Po. Të shkruajta mesazh? Po. Malesim. Sa ke shkruajt? 2-3 herë. Po pasi që la virë. Ja virë. Ja më shkruan burrave bollën, shumë. Ja, dyshoj që ke shkruajt 2-3 herë. Jo, s'kam shkruajt asnjëherë ç'është e drejta. Po atë. Nuk është fare, thjesht donin të nxjerrim keq. Si e shkruajtur asnjëherë? Si kam shkruajtur asnjëherë po. Unë i çaj kështu uri me gëzuar pashkët e rëmanga ka gëzuar me ri. Muaj të mbar në atë kafe turke. Muaj të mbar në atë kafe kështu. Me lule. Ai është e bukur. Mi çon mamaja atë. Edhe mamaja ime po.
Po që të çmalla ama me Panajot. Jo, u knaqem. Ky më ka kërkuar ore pas më ka gjetur. Faleminderit. Nuk Do ishte një nga surprizat. Nuk do ta harrojmë Po këtë. më plak. Kjo do jetë, nuk e di, çat. Shiko, ajo e mrekullueshme që më premtove ti mua erdhi sepse unë për shembull nuk e dija që mbahesha më nga njerëzit apo burr. I like that. Do t'jap prap numrin për të dytë. E ke dhënë apo e ke akoma? E kam atë të njëjtin. Unë prandaj se kam ndruar, më është futur në borxhe, kam lese do më shkruaj Ermali këtu. Prita shohim ja, se po do mund të jetë gallat. Panajotin e kam kolegore, bëjmë stand-up bashkë. Po. Qëllare? E, Panajot stand-up e ka shkruar ma e shef, apo jo? Ja tregu më mua. Jam shumë në rregull, po. Po, shko, varja, kthej çik mbrapa. Si E marrë maqi treni për shkak. më duket vetëm maqi. Po, aja tregon pak te kamerat e lutem. Okej, moza. Faleminderit. Na kënaqe. Si ke marrëdhëniet me vajzat? Josh violina? Është kështu instrument hot? Nuk besoj se ka joshen violinë, ka gishti. Kur ecën shpejt, Aha, më thuaj më shumë? jo kaq ishte. Po, qoj, mirë, është joshë, se për shembull po ti bie klarineta nuk mund të thuash ndonjëherë, se e shikoj që këtu. Është pak më se violina është. Klarinet, më thonë, nëse është një instrumentiste që i bën flautës e klarinetës, ndryshon çështja. Po pra duhet klarineta i përket grave, frymorët në përgjithësi i përkasin grave them. Po varet. E bëm mizogjinë fare në këtë shko, që të qetësohemi pak ne, më lejo të ofroj gotë verë. Hajde. Hajde, gëzuar mirë se më erdhe. Faleminderit që erdhe në emisionin tim modest. Kanajsi. Jam i emocionuar. Nuk është kaq modest se flasin mirë njerëzit për këtë gjë. Kështu që unë s'kam idenë tani ku do na çosh, po e filloj me frymoret. Nuk kemi kthehemi te Jo, vazhdojmë. Jo, kthehemi te violina. E ke marrë ndonjëherë violinën në një takim, ti ke thënë ndonjëherë të gjej, çfarë kam këtu në mes të darkës. Se ke marrë? E mbaj shumë larg këtyre qërave muzikën. Për momentin e evitoj sepse e kam nga mesi deri ndark violinën me vete. Përveç se këtu nuk e mori. Këtu nuk e marr se thash shkoj herë pa violinë. A do më nga që ka që i veçantë jam? Por po ka kërkuar ndonjëherë ti biesh violinës gjatë seksit për shembull. Imagjino aty. Jo, s'ma ka kërkuar njëri, por ka bërë vaki. I ke rënë vetë? Unë isha të rënë, sa për Performancë brenda performancës. Si ishe për performancë, por ka bërë vaki. Ka bërë vaki, vetëm një herë. Se pas seksit jam i sigurt. Shumë ka qenë, do më thënë ky është fillimi. Imagjino se çfarë po vjen pastaj. Fundi. Çeka, do më thënë me drita të kuqe ky programi zot. Është plus 18. Kush t'i gjen telat në jetë? Kush është pika e dobët në zemrën tënde? Nuk e di kush më gjen telat. Për momentin s'më gjen njëri telat. I gjej vet. Gjej vetëm? Po performon vetë për momentin. Po i gjej vet telat për zotin. Edhe unë. Ja. Na herë kputet në njëri, ndroj, rregulloj, po. Hajmo. Po prap me dorë. Me të dyja. Më dole fiks. Ha. Ka ndihesh ndonjëherë i vetmuar? Të kesh mbaruar nga këto shfaqjet e tua me sukses, me ovacione. Nëse vetmi do të thësh që më në fund jam për hesab tim, mezi e presa të lloj vetmie. Okej, është vetmi që shijon, them nga kjo që mbaron edhe ndihesh pak bosh. Oh no. Mezi pres të jam çik bosh. Se jam aq shumë plot sa që mezi e pres momentin e boshit. Kur vjen ai momenti që marr ato barkën time të vockël me vela, ne jam bath me zdetit, ai është momenti më i bukur që ekziston. Po do të pyes e brada, situation si e ka varka? Situation. E di, unë jam fan si madh. Madje të kam ndjekur, unë kam qenë me gomone të vogël. Pasojat e suksesit. Çfarë të ka kushtuar suksesi në një gjë tjetër? Ka lënë pa martu. Ka lënë pa bo kalamaj. S'po gjen dot nuse. Po s'është problemi se zgjedh dot nuse, nusën e gjej unë, po problemi është se nuset nuk më gjejnë mua. Pse jetë varka? Jam gjithmonë aq vërtallë për botë sa e kanë të vështirë ato ta mbajnë ritmin. Besoj çdo kush do ta kishte çik të vështirë. E po, kjo është realiteti për momentin. Derisa të mërzitem. Kur të mërzitem pastaj, marrë unë punën. Po ke ndërmend që një moment të settle down, siç e thon amerikanët. Se di, nuk e di. Për momentin, Nuk do fare, duket kot, po e shijon shumë. Po nuk është problem shihimi, kam shumë interes, jam shumë kurioz, kupton, edhe në seks? Edhe po prapë ta pyet del. Duroj se kam. Tash jam shumë kurioz sepse jeta që bëj më ka bërë të udhtoj shumë, edhe sa më shumë të udhtosh, aq më shumë të hyn kurioziteti me pa vende, me kuptu njerëz, me kuptu gjëra. Çfarë vendi të ka ngelur pa shkuar?
Deri tash jam në 111 shtete. Ka 210. Kush kam shumë ti apo Blendi Feziu? Po Blendi ka. Blendi, sa merr njëri aty. Po unë as duhet ja marr, ai është tu atë eksperiencën e vet, më bëj tim. Ai është burr me 2 orë njëherë, askush nuk është burr me 2 orë. Është i madh. S'ke, nuk mban orë? Jo, mbaj një iWatch. Ora, mba gjatë seksit, prapa ti dalun. Ore, sa kohë që s'bën punë. Mike. A mund t'i bëjmë një thirrje grua si me... Një sekond, hapi çik dorën? Pas ke me kallo, vlla. E kam e vërtet me kallo. Klas punëtore, nëse mos mbaj orë se ku si fut duart. Thirrje gruas bëja vetë, më çdo thuaj. Jo, grua maestro Olen Cezari po të bën thirrje. Jo, burri po bën thirrje. Ma hiq kallën, ke dora djathtë. Do të bëj një mit apo e vërtet? Unë do të them disa fjali që thuhen, e ti do më thuash është mit apo e vërtet. Okej. Artistët e mëdhenj janë të palumtur. Mit. Artistët më të mirë janë njerëz të këqinj. Mit. Duhet të jesh pak i rrëshqitur, të jesh i madh. Mund të jetë e vërtet. Si ndihesh? Gjysmë i rrëshqitur. Unë mendoj që duhet është në mes, se edhe unë mirë jam. Duket se. S'duhesh keq. Ne. Artistë gëzuar edhe herë. Hajde. Se kur të marrë... Prita me shumë seks edhe ku ashtu. Kur të marrë gota do shahemi. Ure, ne fillojmë që tani, po ti ke marrë bodyguard me vete? Po unë qarkulloj gjithmonë me bodyguard me vete. Po të pashje me Salsano, ai është më... Ai është akoma më bodyguard. Suksesi zmadhohet, shpirti i artistit zvoglohet. Kjo mund të jetë vërtet. Se sa më shumë sukses të kesh, aq më shumë jeta jote private shkon për shele, për... Kështu që kjo mund të jetë vërtet. A ndihesh akoma nervoz para se të dalësh në skenë? Në skenat ku unë prodhoj koncertin, që është Tirana dhe Roma, aty ka një çik nervozitet, po është e lidhur me faktin që t'i bijnë gjithë telefonet sepse duan gjithë bileta. Se kur jam unë bileta xhiu. Çfarë thon? Të thon ty për biletat? Po tjetër. Ora, veç çfarë fjala doja unë aty. E di. Veza unë kam tjetër siklet, unë gjithmonë para nuk e di si mund ta heq, ndoshta duhet ta dua dhe unë kaq shumë mua. Po ty çat siklet banjë, harron çfarë do thosh? Jo, po kam kështu, më duket sikur do shkoj në banjë gjithkohës. Hilja është bëj një introduction përpara. Domethënë mos u fut direkt me temë. Futën në një introduction që pastaj të futesh brenda. E bëj, mundojmë ta kaloj sikletin te publiku zakonisht. Aty është hilja. Te 2 milionë që më janë drejtur leqet. Që qenë para 2 milionë njerëzve? Por unë performoj para 250. Jo kështu. Unë po them, më ka bërë vaki, aty nuk disha nga të shikoja përpara. Ka qenë era parë që më ka bërë vaki një gjë e tillë. Në çfarë vendi? Po ishte një event që bëhesh për Papa Gjon Palin e dytë, që organizuan në Bologna. Kishte ardhur Bob Dylan e Michel Petrucciani, kishte një gjë gjigante. Nuk i besoja syve kur praktikisht ishte një lum i pambaruar njerëzish, dhe ishin 2 milionë persona. Çfarë thua? Ishte edhe Papa? Papa ishte në skenë. Ishte Papa në skenë? 5 metra larg meje. Edhe unë majtas kisha Papën, djatës kisha një, nuk e dija, 50-70 shu kryeministra shtetësh botëror dhe përballë kisha një 2 milionë persona dhe unë gecë atu pak gishta dhe violinës dhe nuk doja të shikoja me asnjë vend. Era parë që më ka bërë vakin gjithë jetën. Çfarë thua? Por ai folja Papës? Ka qenë shumë gallat sepse Papa është gallat. Bob Dylan ju hudh te këmba. Jo, gallatën e bëri Bob Dylan se ju hudh kështu sikur pa ne perëndi. Kurse kur erdhi ke ne, që salutoi Lushu dalë i dha 5 që hajde, e kapje për çfarë ka kishte shok ngushtë. Unë udhtova fare. Po ti çfarë bëre? Ti për ta te kaluar kafshoj, më të kafshoj Papën, man. Do të një shqiptar kafshon Papën, Olen Cezari kafshon Papën, do ishte lajmi që unë do kënaqesha më shumë po ta. Unë thash faleminderit për atë që ke bërë për komunizmin, ai praktikisht rrëzoi komunizmin. Jo, më rrëzoi ai, Saliberi. Ja, asa i rrëzoi. Rrëzuan studentët. Ka qenë një moment serioz sepse nga një anë kisha një nga kokat botërore të muzikës dhe të poezisë që ju hudh këtë këmbë. Ai është perëndi për mua, Bob Dylan. Edhe ishte shumë, unë kisha shok të birin, kupton? Të Bob Dylanit? Po, Jacob vinte gjithmonë ke lokali jom, bëshin performance. Durrës? Jo, në Rom. Çfarë Durrës? Çfarë thua? Kam jetuar në Durrës deri në 15 vjeç, pastaj kam jetuar gjithë jetën në Rom. Po mirë se Megli jeton gjithkohë në Durrës, s'ka më gjë.
Edhe qash shef në për filma, në për dokumentare, Bob Dylan e konsideron si një super serios. Dhe është serios. Edhe ky filmi i fundit ashtu ishte i portretizuar. Ishte super serios, edhe në një farë momenti, ta shofësh që ai domethënë ishte në atë farë adhurimi përpara se imagjinoja dot. Ka qenë religjioz që nga Bob Dylani? Se di për çfarë motivi ishte ajo, po kjo ishte skena, kuptoj se nga nganjëherë kishte Bob Dylan që i udhësh ke këmba, kuptoj, edhe nga ana tjetër Luçi jepte pesën. Hajde, ç'kemi? E sigurisht kishte shok ngushtë. Se ti je njëri që të pëlqen e qeshura, se dhe rrethohesh nga komedian kur vjen këtu në Shqipëri. Ka njerëz të humorit, Ermali e këta. Po muzikanti që të bën më shumë për të qeshur kush është? Në kuptimin që më pëlqen, më bën të qesh nga lumturia. Edhe njëri që të bën të qeshur nga lumturia, ashtu çfarë karizmatik është ai. Edhe njëri që është aq keq sa të bën për të qeshur. Po, këtë dytin besoj se e njoh akoma. E një pas do ta thuash, s'më jep asgjë, s'do të ma shes. Do të bësh ndonjë gjë, nuk violin, nuk solle. Në histori u di unë, të çmendur seksuale nuk më the. Se kështu të kam pyetur të tërë. Do një histori të çmendur seksuale. Po të lutem. Atëherë, çmenduri seksuale më ka bova një herë kur kam qenë i vogël. Përfundova në New York, edhe me të dashurën e epokës atëherë, ku do ikim, thuan gjitha. Dhe ishim vërtallë në New York dhe ajo kishte një shokun e vet që më jepte limuzinat me qera. Edhe një ditë praktikisht ishte ora 9 e darkës, edhe ishim nëpër Manhattan, edhe ku do ikim, sa pritet do të çojmë këtë makinën në depozit. E thash, po pastaj kam 3 orë pushim dhe në ora 12 darkës po do dal prapë me një klient. Domethënë kishte 3 orë. I thash, "Okej, ta paguaj thash për këto 3 orë." I thash, "Pse tha?" "Do të më vërtallisi thash nëpër New York." "Okej, tha." I thash lekët unë. Tha, ku tiki? I thash, bjeri, thash, të 5-ës, 4-ës, të 3-ës, dhe të 2-ës, dhe nga 22-ës e poshtë, thash, vje vërdal. Po, këta? Po, lash, 3, thash, vazhdo. E, i mbylla penxherën aty, mbylla derën, hapa këtë përpara, e në i shtriva ato se ti, dhe u bo aty krevati lezetshëm, ajo ka qenë experience. Me që e deshe. Jo, më pëlqen shumë. Më pëlqen. E futen në sistema. Duke e përfituar. E futen në sistema. E gjitha me çfarë do i bje me dorë sot. Me çfarë si kam rënë me dorë, po ti bja me dorë me Olin Cezarin. Ándale.